I papajshëm. Dhe unë absolut nuk deklaron e papajshëm. I pandehuri me datë 13-12-2022 rreth orës 19:15 në Spitarin Rajonal në Pejë, saktësisht në repartin e ginekologjisë obstetrike. I pandehuri si specialist ginekolog të vendosur në dhomë ku janë frigorifere të cilët përdoren për vendosjen e placentave, por duke mos ushtruar mbikëqyrje të nevojshme tek stafi i cili pa autorizim fetusin frytin e vdekur e fshehur duke vendosur në hapësirat të papërshtatshme të repartit big frigorifer të mbështjellë me çarçaf të bardhë ku qëndron nga ora 9:15 deri në orën 7 të datës 14/12/2022, i cili me pas pa dijeni është marrë nga punëtor teknik, i cili fetusin e mbështjellë e ka hedhur në shportën të cilin i bardh çarçafet të papastërta për të dërguar në lavanderi, ndërsa e pandehurit me datë 13-12-2022 rreth orës 19:15 në Spitalin Rajonal në Pejë, saktësisht në repartin e ginekologjisë obstetrike, e pandehuar si mami infermier kushton kujdesi shëndetësor të mos u përmbajtur parimeve etike dhe profesionale, në atë mënyrë që frytin e lindur të vdekur me operacion nga pacienta me inicial NZ të vendos në dhomën ku janë frigoriferet, të cilët përdoren për hapësirë të papërshtatshme vendosjen e placentave, por autorizim fetusin frytin e vdekur e fshehur duke vendosur në hapësira të papërshtatshme. I kam prit një orë për shorin Goshka, tonë dhe me tavolinë keqë, që marrë të përgjë. Një orë. Ma policia, ka thonë më se tërë policinë se regulon këtë punë. Ka thonë, hajde e mora dhe në këtë kërshë. Që shka dhe shmarë në ora të me jasën, për se ka dita sa i punë. Nuk jemi të kënaqur nga ana e punës së prokurorisë së shtetit për faktin se prej momentit kur ka ndodhur rasti deri më tani është neglizhu edhe është neglizhu shumë raste, përkundër faktit se ka qenë një rast që i ka trondit jo vetëm familjar, po edhe opinionin, edhe sot kur dëgjohet ky rast tronditën njerëz, sepse deri te kjo vepër, deri te futja e bebës në lavatriçe, kemi ardhur si rezultat se dikush nuk e ka kry punën që shdohet.